Ka ngaluar 24 orë që Sali Berisha ka hedhur në sulm gjithë propagandistët e Partisë Demokratike apo ata deputet që dalin nëpër ekrane të shikojnë filxhanin për çdo fjalë të deklaratës së shkurtër të ambasadës amerikane për zgjedhjet në Shqipëri. Dikush e sulmon ambasadën si Mehmet, se të tjerë nxjerrin përfitime të mëdha nga Mehmetëria e saj. Një pjesë tjetër e sulmon si mbetje sorosiste, ndërsa të tjerë shpallin deklaratën si gjeniale. Vet Berisha, i cili është urdhëruesi i kësaj kakofonie, nafton ta krahasojë me deklaratën e vitit 2021, ku përmendej me emër kryeministri Rama si fitues, duke nënqeshur sikur ka arritur një fitore të madhe. Pas gjithë kësaj tragjikomedie që natyrisht Edi Rama e shijon shumë, vetmja gjë pozitive për Shqipërinë është fakti që tani kemi një opozitë që nga anti-amerikane dhe sovraniste është ndëruar në një opozitë pro-amerikane dhe ka hequr dorë nga sovranizmi si identiteti i saj. Ky është një zhvillim shumë pozitiv, jo se përbënin ndonjë rrezik real, por po na bënin vend qesharak, duke u thirrur në emër të sovranizmit dhe duke kërkuar që shqiptarët të mos dëgjonin çfarë mendonin SBA dhe BE. Idhëtarët e Berishës për 4 vite me radhë filluan të krijonin një profil politik qesharak, duke u sjellë sikur ishin të vendosur të ndërtonin një Shqipëri që nuk pyeste as për SBA as për BE-n, njësoj si dikur kur nuk pyesnin as për Knerin dhe as për tregun e përbashkët evropian. Këtij profili u bashkua edhe Ilir Meta me një tufë mbetjesh të ish bllokut komunist që i thiri pas vetes, duke e kthyer në një përzierje enveristo-sovraniste të bazuar në teoritë e izolimit kombëtar dhe luftës kundër SBA-ve. Kjo komedi së paku përfundoi. Këto zgjedhje sollën një ndryshim serioz në politikën shqiptare, zhdukun këtë specie qesharake që na mbiu para syve 3 vitet e fundit. Tani debati ka lezet. Të gjithë sovranistët e Shqipërisë ulen në kafe në mëngjes, marrin deklaratën e ambasadës amerikane dhe me të shpjegojnë gjithë të ardhmen e tyre. Pak rëndësi ka që nuk janë fallxhor të mirë, rëndësi ka nga e presin fatin dhe kjo është një shenjë mirë për shoqërinë shqiptare. Të paktën nuk kemi më forca anti-amerikane dhe anti-perëndimore në politikën shqiptare. Madje ish sovranistët shkuan aq larg sa edhe fatin e tyre politik nuk e mbështetën më tek shqiptarët, por tek magjia e një amerikani të quajtur La Civita. U kushtoi pak shtrenjtë, por ja vlejti se ndryshe do ishin ende sovranist. Tani janë bërë të gjithë strateg që i tregojnë Edi Ramës se ardhmja e tij është e zymt pasi ka filluar ndryshimi që në 2021 dhe më 2029 do vazhdojë më tej.